Shikues të Ora News, mirëmëngjes, do t'jemi bashkë edhe ditën e sotme ku do ta shënon 21 gusht, është e premte dhe sigurisht që do të jeni në shoqërinë time edhe ditën e sotme në emisionin Ora Juaj, ku në fakt në pjesën e parë të ditës do të njihemi sigurisht me zhvillimet të webit Ora News përsa i përket titujve kryesor nga politika, vendi, rajoni, bota, për ashtu edhe sport e kulturë. Do të jenë këto pra informacionet e para në pjesën e parë të emisionit Ora Juaj dhe më pas sigurisht që në pjesën e dytë, të tretë dhe të katërt të emisionit gjithçka do të jetë në dispozicionin tuaj, ashtu sikurse ne do të jemi gati pra të mirëpresim telefonatat tuaja kurdo që ka një shqetësim apo edhe një problem që kërkon edhe një zgjidhje, një ndërhyrje nga ana jon, nga ana e drejtuesit të këtij emisioni që është Klodi Karaj. Mirë, ne, ndërkohë që sot jam unë pra ashtu sikur se thash. Ndalemi fillimisht në titujt kryesor në webin oranews.tv në rubrikën nga vendi pikësvari. Tragjedi në Durrës, familja e Sarës, vajzës që humbi jetën në aksident me partnerin e saj, jemi të shkatruar, presim kthimin e trupit të saj. Plasherri në Tiranë, burri thyen me grusht të xhamin e Urbanit. Zjarri përfshin edhe Dukatin, banorët pikasin vatra dhe kërkojnë ndihmë nga autoritetet. Plagosja e Bruçit në Shkodër, dorëzohet në polici autori dyshuar. Protesta në ditën e 82 nis organizimi në sheshin Skënderbej, bëhet fjalë pikërisht për protestën e mbajtur ditën e djeshme, ka hyrë dhe ka përfunduar protestën në ditën e 82, ndërkohë që mbrëmjen e sotme mba mbajtjen e saj bëhet dita e 83, po bëhen gati 3 muaj pra që protesta mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ecin me të tjerë artikuj në këto momente. Zjarri në Gojan të Pukës, reagon Ministria e Mbrojtjes, ka nisur evakuimi i banorëve të zonës, ndërhyrja për shuarjen e flakëve nga toka dhe ajri. Përkeqësohet situata me zjarret në Pukë, flakët rrezikojnë banesat. Në fakt ishte një situatë që u paralajmërua edhe nga një qytetar që telefonoi vetëm 2 ditë më parë në emisionin Ora Juaj, ku tha që flakët janë drejt zonave të banuara, ndërkohë që aksidenti ujor në Rjoll, reagon policia, 24 vjeçari ka rënë nga gomonia aksidentalisht, humbi jetën në spital. Tatimet kontroll në Shkodër, 13 shkelje të konstatuara. Video monitorim me mjete inteligjente në Korçë, gjobitën 946 shofer për shkelje rrugore. Ashtu sikur se ishte gjobitur edhe një qytetar që telefonoi dje. 36 km mbi normë, tha isha. Më kam blloku patentën, çfarë duhet bëj? Keni kujdes, pra respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Banorët e Poliçanit kundër bashkimit me Beratin. Reforma është shkatruese, deputetët të zonës të përballen me qytetarët. Foto dhe video, zjarri masiv në Gojan të Madh, urdhërohet evakuimi i banorëve. Pra, sërish situata e zjarreve, aksidenti ujor në Shëngjin, humbi jetën një person dhe plagoset një tjetër. Kruj, zjarri në fshatin Bilaj, plakët pranë autostradës Numankashar. 3 persona dhunuan 50 vjeçari në Vlorë, policia identifikon dhe shoqëron njërin prej tyre. Zjarri përfshin masivin ujor mbi Milot, flakët afrohen pranë banesave. A është Seren Ismet Shehu lidhja për pastrimin e parave të Selmallarit dhe Bekim Bulicës? Është ky një artikull tashmë me pikpyetje, kush ka interes mund të futet në webin e oranews.tv në rubrikën nga vendi dhe të klikojnë pikërisht këtë artikull. Italiani lëndohet dhe dërgohet me urgjencë në spitalin e Vlorës, se ja çfarë ka ndodhur. Dosja në prokurori, ndërtimi i principotës i Bekim Bulicës qëndron mbi një truall 8.800 m2 pranë trashëgimtare. Qëlloi 2 herë Vladimir Bruçin pranë shtëpisë së tij. Ky është Pjeri Mbitani, autori i ngjarjes në Shkodër. Ambasada amerikane në Tiranë shpërndan mesazhin e Departamentit Amerikan të Shtetit
Do të anulohen vizat e shtetasve të huaj që kryen krime. Ecim më tej me të tjerë tituj në këto momente. Detajet e reja nga ngjarja në Delvin. Një javë më parë, viktima plagosin nipin e autorit në Serand. Situata me zjarret në Shqipëri, 10 vatra gjatë ditës së djeshme, pra 7 prej tyre ende aktive, ja disa zona më problematike. Ndërkohë që ende nuk e kemi ndoshta përditësimin se sa vatra zjarre janë ende aktive ditën e sotme dhe sa janë vënë në kontroll. Emri plagosje me armë në Shkodër. Ngjarja në Ksamil, mediat portugeze, trupi i pajeti Luis Mendes do t'i nështrohet autopsisë në Shqipëri. Ecim me të tjerë tituj. IKMT në Zbarqe, urdhërohet të rikthimi i zonës në gjendje fillestare. Ora News vijon të ndjek zbatimin e vendimit dhe hetimet për rastin. Plagoset një grua në Delvin, detajet e para. Pushimet mbaruan, emigrantët nisin kthimin drejt Greqisë, krijohen radhë të gjata në Kapshticë. Vrasja e turistit, policia zhvillon kontrolle në disa vende për kapjen e Devidjanës dhe pronarit të Principotës. Zjarri në Janë Çmal të Gramshit, 3.5 lym tokë, 9 plak. Vapa nuk ikën as me gushtin, por ja deklaron në një intervistë për Ora News, ja cilat janë qarqet që do të shënojnë temperatura rekord. Në fundjavë do të kemi temperatura rekord, ashtu sikur se ka deklaruar, por ja të dielën do të jetë dita më e nxehtë. Banorët e spitalës në protest, landfilli në mes të lagjes, na rrezikohet jeta. Arta e re territoriale. Maliqi, socialistët braktisin qytetarët, i moshuari i hakerohet kryetarit të Këshillit. Eci Matej tentoi të ratisej drejt Maqedonisë së Veriut, gjykata cakton arrest në Burg për të dyshuarin e grabitjes së argjendarisë në Baskuqan. I shpallur në kërkim ndërkombëtar për pjesëmarrje në organizatë kriminale, arrestohet 32 vjeçari në Shkodër, pritet ekzekutimi drejt Italisë. Ekstradimi drejt Italisë. Zjarret në Bashkim Puk, situata në kontroll në Tërbun, vjen lufta me flakët në Gojan e Gjegjan. Zjarri në Gramësh, nxjerr fiksit ecin një orë në këmbë për të mbërritur te vatra, përdorin kundër zjarr. Zjarret në vend, 35 vatra në 24 orë, 5 ende aktive, shmanget rreziku për banesat në Gojan të Pukës. S'do ta le motrën në rehat. Dosja numër 2 e Refit Buzit si kanosi në Tiranë ishte fejuar në presion me foto dhe video intime. Testimi informatizuar për mjekësinë, ku mbaron deklaron 1381 kandidat konkurrojnë për 436 kuota të lira. Video ku mbaro deklaron konkursi i pranimit të arkitekturës hapi parë drejt një rrugtimi të ri akademik. Njihuni me surprizat e motit gjatë kësaj të enjtje, temperaturat shkojnë deri në 39-40 gradë, po ja u them unë që tani. Në zjarret në Pugë dhe Tiranë, NUFI vijon operacioni forcave të armatosura nga ajri. Pra ishin këto titujt kryesor në rubrikën Nga Vendi në webin oranews.tv. Nëse keni interes për ndonjë nga këto tituj që unë lexova, është pjesa më e madhe e titujve të reja në 24 orët e fundit, ndërkohë që në këtë moment ndalemi në zhvillimet të politikës. Referendum për zonat e mbrojtura, revolucioni flamingove kërkon shfuqizimin e ligjit 21224. 2024.
Popullat e isha zotikut në Fjerë shëmbet njëra pas tjetrës në heshtje, Boçi deklaron kush i shëmb, sa kushton dhe ku shkojnë inertet. Tedi Blushi deklaron nga Maliqi, kjo bashki nuk shkrihet, banorët nuk dorëzohen. Partia Demokratike mbledh Këshillin Kombëtar më datë 27 gusht në fokus modernizimi dhe infrastruktura digjitale. Ecime të tjerë tituj. Teliti 39% e fondeve të tenderave vendor me flamur të kuq, kompanitë të partisë favorizohen. Sherr për territoriale në Maliq, Këshilli Bashkiak mbyll mbledhjen pas vetëm 20 minutash. Kalaja deklaron, gjyqtarët e kallëzuar nga Partia Demokratike vunë në shërbim të pushtetit. Svehia, 500 milion euro nga xhepat e shqiptarëve, operatori i ri i shëndetësisë, mekanizëm për të blinduar kontratat korruptive. Tabaku deklaron, Shqipëria po humbet konkurrueshmërinë, industria dhe manifaktura në krizë. Dreca dhe Veliaj vazhdojnë të tallen me drejtësinë. Një tjetër titull ky në rubrikën politik. Mundësisht Shqipëria një bashki, Zhupa ironizon propozimin e Tavës për 26 bashki. Tedi Blushi reagon ndaj rregullores kundër medias në GJKK, seancat gjyqësore ndaj presidentit Meta dhe zyrtarëve të lartë duhet të jenë publike. Janë edhe këto titujt kryesor në rubrikën politik, pasi pjesa tjetër e titujve është e lexuar një herë ditën e dieshme, ndërkohë që ndalemi tashmë në zhvillimet nga rajoni. Hashim Thaçi deklaron, pres lirimin nga çdo akuzë, prokuroria po lartëson dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Miloševićit. Këmbgula që UÇK të mos shuhej, Hashim Thaçi flet para vendimit të Hagës. Rambujeja e domosdoshme. Politika të ulet në tryezë, Thaçi nga Haga deklaron, presidenti të zgjidhet nga populli, shmang krizën institucionale. Një deklarat kjo e Hashim Thaçit, jo vetëm përsa i përket mbajtjes së tij në gjykatën e specializuar në Hag, por po ashtu edhe për situatën politike në Kosovë, ashtu sikurse ka deklaruar se presidenti duhet të zgjidhet nga populli, duke deklaruar kështu se kjo mënyrë shmang krizën institucionale. Vučić kërkon Rutes ndalimin e tërheqjes së KFOR nga ura mbi Ibër. Divorcet rriten në ndjeshëm në Kosovë, 147 çifte i dhan fund martesës së brenda një muaji. Arsenalet e armëve dhe varrezat e gjetur në Zubin Potok, ministri Zveçla deklaron, është shqetësuese heshtja e Serbisë, drejtori i policisë kosovare jep detajet e operacionit. Vučić i kërkon NATO-s të ndalë tërheqjen e KFOR-it nga ura në Mitrovic. Një artikull i ngjashëm atë që lexova pak më parë. Mali i Zi ulmëtej akcizën e naftës, në Shqipëri çmimi kërcet në 219 lekë për litër. Jo vetëm nafta, por edhe benzina ka pësuar
një rritje, alarm në Kosovë, 61% e gazetarëve gra raportojnë abuzim ose ngacmim online. Greqia në alarm pas kërcënimeve iraniane, Athina forcon mbrojtjen ajrore. Greqi 13 viktima pas rritjes së ndjeshme të rasteve me virusin e Nilit perëndimor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rithekson thirrjen për formimin e institucioneve në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën sërish thirrje Kosovës, formoni institucionet dhe te kalonin ngërçim politik. Jean-François Hochet emërohet ambasador i ri i Francës në Kosovë me detyrën në shtator. Kadria e paralajmëron protesta më masive. Nëse Kurti vazhdon kështu, nuk ka kthim mbrapa. Njëri referohet pikërisht të bllokimit, pra opozita është ngritur në bllokimin e institucionit të qeverisë prej disa ditësh tashmë. Hoxha i drejtohet Albin Kurtit, dil nga zyra, o deputet uzurpues. PDK bllokon hyrjen e qeverisë së Kosovës, aksionit i bashkohet edhe deputet të aleancës. Kurti takim me shefin e ri të EULEX, diskutohet për gjetjen e sigurisë dhe bashkëpunimin. Dyshohet se tentoi të abuzonte turisten italiane, arrestohet 23 vjeçari nga Kosova në Mykonos. Këto ishin edhe titujt kryesor në rubrikën nga rajoni. Ndalemi tashmë në zhvillimet ndërkombëtare, të shohim se çfarë ka rezervuar pikërisht webi Ora News në titujt kryesor të kësaj rubrike. Ngritën në rritjen e kanabisit dhe pastronin para përmes picerisë, dënohen me 4 vite burg 2 vëllezërit shqiptar në Belgjik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotohet se do të vendos sanksione më të ashpra në historinë ndaj Iranit. Nga mjet lufte në aleat të fermerëve, Bashkimi Evropian shqyrton përdorimin e dronëve për spërkatjen e pesticideve në bujqësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërgon një tjetër aeroplan mbajtëse në lindjen e mesme. Gjermania paralajmëron gara armatimesh në luftë kundër dronëve. Dita e Ronaldinhos, ylli brazilian zbarkon në Itali për aventurë te Erevana. Koreja e Veriut lëshon sërish të raketa balistike, tensionet të reja gjatë stërvitjeve SBA Kore e Jugut. Shëmbet miniera në Kolumbi, 13 viktima pas shpërthimit të brenda galerisë. Rumania arrëzon dronin detar pranë projektit strategjik të gazit, dyshohet se ishte rus. Rikthehen tensionet mes Turqisë dhe Greqisë, shkak bëhet energjia dhe mbrojtja e mjedisit. Fluturimi i parë i avionit me bateri elektrike harxhoi vetëm $5 energji. Dhunohet një person në Vlorë, ekipi mjekësor niset drejt vendngjarjes. Me sa duket, kemi edhe zhvillimet të kronikës nga vendi në rubrikën nga bota, gabimisht ndoshta, gjithsesi ecje me të tjera zhvillime.
Sanksionet ndaj Iranit. Kamberi deklaron në një intervistë për Euronews Donald Trump po shtëron të gjitha mjetet sulmet ushtarake nuk sollën ndryshim. Si mund të ndihmojë teknologjia satelitore Europën në luftën kundër zjarreve? Emri, ja kush është shqiptari që humbi jetën në një burg në Spanjë? Nuk donte të martohej me një 70 vjeçar, vajza mbyllet 21 muaj në një burg të kontrolluar nga talibanët. Spanja dhe Italia në kapacitetin maksimal turistik, rritja u nxit kryesisht nga klientët ndërkombëtar. Erin Peterson apelon në dënimin për jetë për 3 vrasje, prokuroria kërkon dënim më të ashpër për 51 vjeçaren. Gjermani një viktim pas stuhie të fuqishme dhe tornadoje të cilat godasin vendin. Alarm për Europën, ekspertët sipërfaqet e djegura nga zjarret mund të rriten në 39%. Çmimi i gazit rritet me 120 lekë për qind. Me 120%, energjia arrin mesatarisht në Bashkimin Evropian në 63.7 euro dhe megavator, rezervat mbeten në rreth 57%. Motra e Kim Jong-un nuk konfirmon kontaktet me Donald Trump, ndoshta është e vetmja gjë që nuk di. Kanye West në Rusi, mbi 100.000 bileta të shitura, deputeti rus kërkon që koncertet të anullohen pa mbështetje për luftën. Ngjarje e rëndë, pas sherrit të ashpër, shqiptari hidhet me makinë në det bashkë me gruan e tij. Sulmi izraelit ndaj bazës ajrore Abu Dal-Dehar, ministri i jashtëm sirian deklaron i pajustifikueshëm. Aksident ajror në Pensilvani, avionët përplasen me helikopterin e policisë, një person humbi jetën. Pra ishin këto titujt kryesor në rubrikën nga bota. Ndalemi tashmë në një tjetër rubrikë, në rubrikën ekonomi. Dhe në rubrikën ekonomi kemi sërish artikullin e parë. Nafta sërish të drejt rekordit, çmimi arrin në 219 lekë, vetëm 5 lekë poshtë nivelit të krizës. A duhet rizgjuar bordi? Pra flet për bordin e transparencës. Si e në Shqipëria, pjesë e një prej shtigjeve më të rejse malore të Europës. Video Koçiu mbështes infermerët dhe sipërmarrjen për zgjerimin e kapaciteteve përpunuese. Forbes, Shqipëria thesari fshehur i Ballkanit që ofron histori, natyrë dhe mikpritje për turistët. Video tatimet kontroll në Shkodër, 13 shkelje të konstatuara. Asgjëba nuk e tremb Dorina Toçin, ISHP, fshe analizat e helmimit të kursantëve të policisë, kush pembron Sorial. Revista polake shkruan për Shqipërinë dhe thotë se Shqipëria është parajsa ballkanike që ka ruajtur autenticitetin.
Turizmi po ushqen importet, sasitë e ushqimeve u rritën me 13% nga janari deri në korrik. Çfarë po ndodh me monedat e huaja? Jasa shitet edhe bliet e euroja dhe dollari për ditën e sotme. Pra ishin edhe këto titujt kryesor në rubrikën ekonomi. Ndalemi te rubrika nga sporti. Zyrtare kancelori kthehet te Barcelona, firmos deri në vitin 2029. Europa League, Ignatia Lillestrøm ndahet në barazim, kualifikimi vendoset në Norvegji. Pra kanë edhe ndeshjen e kthimit. Reali Madridit vijon me prezantimet pas Mourinhos dhe Bernardo Silvës, i erdhi radha edhe Konate. Nën kryetari i FIFA-s përplaset me Infantinën, kam humbur besimin tek ju. Arbitri i Liga 1 dënohet me 6 muaj burg me kusht për dhunë në familje. Max Verstappen zgjat kontratën me Red Bull. Kampioni i Formula 1 qëndron deri në vitin 2030. Ecim edhe pak. Tenis më në fund Alcaraz, spanjolli rikthehet në fush, do të marrin pjesë në USA Open. Rregullat e reja të Serie A, më shumë pushtet për gjyqtarët dhe më pak VAR. Më e fundit te Serie A mbërrin moneda zyrtare e shortit, top apo fush. Serie A ndryshon në rregullat nga varët e zëvendësimet dhe komunikimi me arbitrin, jarësit e sezonit të ri. Pra, këto janë titujt kryesorë në rubrikën sportive. Ne të shohim të paktën 2 tituj në rubrikën kulturë dhe më pas dalemi tek hapësira publicitare. Kinematografia shqiptare në zi, shuhet aktoria e njohur shqiptare Rezana Çeliku. U kryqëzuam me prarë si tanë mbi 50.000 vjet para, stadiumi zbulon atë nën e 1, lexoni në brendësi artikullin. Pra ishin këto edhe titujt kryesor në rubrikën kultur. Jemi tashmë ora shënon 7:29 minuta, ne shkojmë në hapësirën publicitare, rikthehemi pas pak, gati të mirëpresim telefonatat tuaja. Kusht ora shënon 7:31 minuta, jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që tashmë i keni në ekran të afishuar në 068 60 54 639 dhe 068 99 00 008. Sikur se kam thënë edhe për gjatë ditëve të mëparshme, mund të shkruani edhe në Instagramin e kolegut Klodi Karaj nëse keni diçka të cilën nuk doni ta bëni publike në ekranin e Ora News nëpërmjet emisionit Ora Juaj. Jemi këtu pra gati të mirëpresim telefonatat tuaja edhe për ditën e sotme. Do të jemi bashkë deri në orën 9. Të hënën rikthehet i zoti i emisionit, kështu që taksira do më duroni dhe sot. Për që ka për çështë e vërteta jam kënaqur për gjatë këtyre ditëve. Çdo ditë kam mësuar diçka të re. Më pëlqen shumë komunikimi me qytetarët për
Me kënaqësi në fakt I dëgjoj të gjitha shqetësimet, problemet, hallet që kanë, ndoshta edhe atë mendim që kanë në lidhje me një temë të caktuar, kryesisht për protestat kanë folur për zjarret dhe për politik. Ja, kalem jashtë politikën nga ky emision. Kalem radhën qytetarëve të cilët kanë dëshirë të telefonojnë, ndoshta edhe për një përshëndetje. Kështu që jemi në pritje të telefonatave tuaja. Na telefononi. Si çdo ditë, në fakt nga e hëna në të premte, emisioni Ora Juaj vjen në ekranin e Ora News nga ora 7 deri në orën 9. Kështu që telefononi. Nuk prish punë nëse jeni duke pirë kafe, duke shijuar kafen, duke telefonuar, duke bërë një bisedë me ne. Çdo mëngjes në fakt është një mundësi e re për të filluar përsëri. Çdo kush duhet ta nisë ditën me mirënjohje, buzëqeshje, falënderim. Dhe e rëndësishme teksa jemi te falënderimi, faleminderit të Zot që edhe sot në zgjove, jemi mirë etj. Mirëmëngjesi. Pas pak me këtë gazetaren. Po, me gazetaren jeni. Direkt jemi? Jemi direkt, po. Jam një pensioniste, invalide, dhe verbër, dhe desha të përsat 50.000 lekshin që tane e kanë bërë shtesë. A jeni ndiheni? Për shtesën? Na, 2 herë nuk e kena marrë. Po, apo më pyesni për shtesën? Po pra, për shtesën, 50.000 lekshin që vunin. Po, nuk e keni marrë? Jo, a nuk e kanë da, apo ashtë me kategoria e? Dikush e përfiton e dikush ja. Jo, ju jeni pensioniste, por jeni edhe verbër, apo jo? Verbër, po. Por që merrni edhe pension për pleqëri, apo merrni vetëm pensionin e invalid? Marrë të pensioni për pleqëri se ka marrë, nëse të i verbëri. E qartë. Duhet ta merrni? Do të ne përfitojmë, po si kanë vua akoma. Po, me sa duket, a keni pyet? Po jo, pra nuk në kanë ardhë, nuk në kanë ardhë. Po në fund mujit, edhe mujit tjetër tane në fund mujit, edhe këtë mujit në fund mujit. Po pra, ku jeni ju, në Tiranë? Po, në Tiranë. Duhet ta mernit, nuk ditë t'ju them më tepër, gjithsesi do interesohemi nëse janë shpërndar apo jo. Vapsh, faleminderit. Ju uroj ditë mbar, ju uroj edhe ju. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po duhet ta ulni zërin e televizorit. Po. Kam 6 vjetë që kam dalë në pension. Sa keni? 6 vite? Po.
Më kanë humbur 3 vite që kam punuar te Luizmi. Bo, e kesë të gjykata e Shkodrës. Me 9 mars kam pas gjyq. Ajo e kaloi te gjykata administrative. Dhe nuk po marr përgjigje. Përgjigje nga gjykata, Gjykata administrative. E keni ndjekur me avokat? Po. Çfarë ju thot avokati? Dhe herë, Çfarë ju thot avokati? sa vjeç është avokati, Po. avokati është rreth 50-ave. Jo. Çfarë ju ka thënë, jo sa vjeç është. Çfarë ju ka thënë avokati? Avokati me ka thënë presim aso gjykata administrative. Kur të na njoftojnë, Si rregull po. nuk kam marrë njoftim për tyre. E qartë. Gjithsesi, të prisni ju mbetet, të kontaktoni her pas here, mos e lini të qetë edhe avokatin, që edhe ai të interesohet, kështu që nuk kam çfarë t'ju them më shumë. Faleminderit. Ju uroj ditë të mbar. Mirë, presim një tjetër telefonat në këto momente. Në numrat e telefonit që i keni të afishuar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zoj. Po. Unë jam një pensionist dhe trajtohem me ilaqe bashkë me plakën, me grua. Po. Dhe gjatë vizitë që kam bënë, kam mori ilaqet, mirë po një ilaq, ma ka heqë 2 muaj sa, ma ka heqë doktori ilaqës apo ajo kamzës, se unë bënojnë kamzës. Po. Dhe isha ke direktoresha edhe kështu që ka mundësit ma heqë ilaqen që trajtohet për dhime gjoksi. Po. Se buëm nga zemra. Nga zemra. Nga dhe unë. Dhe nuk më dhash një zgjidhje, sa do t'i jap një numër telefoni. Si të veproj unë, në bas ligjit, që nuk din ku shkoj, jam 80 vjeç, gruaja 75 vjeç, me hesh një lashën që ka një vlerë, këtë 28.000, 30.000, kështu ka një vlerë. Pra hoshin atë dhe më kanë dhënë një tjetër që nuk ka efekt. Si të vendos, çfarë do bëj unë? Çfarë ilaçi ju kanë hequr? Po, ma kanë heqë një ilaç, po unë nuk e di. E kam nuk e di, po ja kam thënë ai sa drejtoreshës kamzës të spitalit. Dhe më tha do ta shikojmë këtë punë dhe të mërë një numër telefoni, dhe asnjë përgjigje. Luftojnë kundra nesh, kemi një moshë të thyrë, jemi të lutë. Atëherë, që të sqaroj, juve ju kanë hequr këtë ilaçin që bën 28.000 lekë, sikurse ju thatë, dhe ju u kanë zëvendësuar me një ilaç tjetër, apo ju kanë lënë me një ilaç tjetër që nuk ka vlerë, nuk bën asnjë efekt. Jemi smurë. Dhe nuk e dini se po ta kërkoj këtë papërgjegjësi. Ju i merrni të rimbursuar apo jo? Po, të rimbursuar i morim ilaçet. Ato ilaçe që mi kanë dhënë janë si mas rimbursimi, të rimbursuar dhe ilaçe që kanë 28.000, ku di sa bën të shkëndijë eksakte. Ndaj kanë dhënë si mas ligjit, jo se dua unë apo tjetri. E qartë. Tash nuk dini si të veproj. Po mjeku i familjes çfarë thot? Mjeku i familjes thot kemi kam marrë këtë ilaçin dhe kam dhënë se bën në ditë njëjtën punë. Po jo më zot nisas, nuk po ma qetson gruan plakën. Ka dhimbje kranori, dhimbje kardiota ato artët e zemrës që janë ato. Po. Edhe ai mbështet një tjetrin ato, nuk kam zgjidhje këtu, nuk e di si të veproj. Am kupton. Ani kërkoj një zgjidhje që se ka mundësi. Më ndihmoni pak. A e mbani mend numrin e telefonit tuaj të ma jepni? Po, ta jap. 068 24 69 671.
Po. Po, kjo është numri. Në rregull. Faleminderit. Ju telefonojmë dhe do ju sqarojmë ndoshta në Faleminderit shumë, Ju faleminderit. uroj ditë të mbarë. Faleminderit shumë. Pjesë. Ju telefononi ndërkohë që unë shënoj këto që diskutova me zotrinën. Mos rrini pauzë se rri unë. Në 2 numrat e telefonit që i keni të afishuar në ekranin, ndërkohë që unë shënoj të gjithë shqetësimin e zotrisë. Ju formoni numrin dhe telefononi për një pjesë e emisionit ora juaj. Në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto 2 numrat e telefonit ku ju mund të telefononi. Mund të ngrini një problem, një shqetësim. E premte sot. Dhe nuk e kam mbyllur ende webin e Euronews dhe lexoj në lajmin e fundit e premte e zezë nga lekët tek tradhtia për këto shenja gjithçka kthehet përmbys. Flet për shenjat e horoskopit. –38 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat sot. Ndërkohë që ju telefononi në numrat e telefonit në ekran. Mirëmëngjesi. Deshet që u përshëndes për emisionin. Faleminderit. Edhe një pyetje, zoti Klodi kur do paraqitet në punë mbas Kur kthehet zoti Klodi? Zoti Klodi kthehet të hënën. Të hënën orën 7 e keni këtu. E mirë. Ju uroj ditë të mbarë. Edhe ju e gjithë shumë ditë të mbarë dhe suksesën në punën tuaj. Faleminderit. Jesi. Të jeni mirë. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe juve zotri. Zoti madh që na gëdhin në mëngjes, gëdhjemi na gëdhin që ndoshta mirë. E thash edhe pak më para, falenderojmë çdo ditë Zotin që edhe një ditë na falim. E falim Zotin, po do të them një ty fjalë una. Më thoni. Që ta zë Zotin në gojë. Do t'i jesh i shprar i gjithë komplet si njeri. Po këtu më të shumë të zonjë nuk besojnë në Zot. Nuk besojnë në Zot. I shikoj vetë unë tërë ditën. Unë bëj plazh te Tyneli, ditë për ditë. E kam që shpinë time plazhin te Lungomarja. Edhe njerëzit më të shumë që nuk besojnë në Zot. Do të nisë nga protesta, zonjë. Ata janë djemë nënash, janë fëmijë tanë, janë vëllezër tanë. Ka danë për një protest shumë të mirë, shumë gjigante, shumë të kulturuar, që se ka bërë asnjë shtet në botë të tillë protest. Qarë bëjnë dy partit, bëjnë sehir, bëjnë plazh, tallen, thonë nëse se thonë, popull është ky popull, prat na këta do të marrin votën e. Se kështu mendojnë,
Deri sa s'mbijen, kështu. Po dua të them që... Jo, ata nuk mendojnë, ashtu ka ndodhur. Po qa mendojnë ata? Ashtu ka ndodhur, them. Po mirë nuk diskutohet, po unë po them tani që bëjnë që e kam parë që bëjnë plazh, që tallën këtu po merrohen në pikë të vapës, edhe me thoshje marrin të vaprit, edhe fëmijët e vegjël u merruan pa ngrënë e pa pirë atje në pikë të vapës, ju ngjër zëri, nuk e di se sa na quajnë ne zonjë. Prandaj se mu këta qeveritar nuk besojnë në Zot. Nuk besojnë fare. Të besosh në Zot, duhet t'i përgjigjesh popullit. Se na ky popull ke dalti, na ky popull pi, po ushqesh, që na 92 deri më sot. Ky popull mirë, ky popull i shkretje po ha në kurist, se sa halle të shkretët, që sot duhet kënë bukë për darë për ka rendje vapër. 70% mund me pension janë për i bret. Nuk ku arrin dot, nuk vend dot në plazh. Se edhe në plazh do të ashtë bukë, nuk vend dot në një. Dhe dalin, kur i shikoj unë gjiro si të vrarë të vapërit, ikin si kur s'kanë në bukë të shkretës, se s'kanë, nuk kanë. Prandaj se muna, dy partit nuk besojnë në Zot. E ti të gjithosh të besosh në Zotë? Besojnë tek paraja. Të falenderoj shumë, zotri. Faleminderit për opinionin dhe mendimin tuaj. Sigurisht që çdo mendim dhe opinion është i mirëpranuar. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Po. Desha të pyes për diçka. Më thoni. Po. Të zhurmat akustike të natës, atë të ketë një rregullore këtu në Shqipëri? Është rregullorja. Po, kush e zbaton të rregulloren, për shembull? Kush e ka? Institucionet duhet të zbatojnë, nisur edhe nga qytetarët vetë. Që do të thotë, deri në orën 12 të natës është lejuar. Pastaj mas orës 12 nuk lejohen. Jo, deri në 12, po deri në 5 të mëngjesit të bën zhurmën. Not për not. Ku banoni ju? 6 darkë në 5 të mëngjesit. Ku banoni? Përbën. Keni ndonjë lokal, ambient? Po. Ka hyrë rregulloria, sikurse ju e thoni, ashtu sikurse është edhe urdhri për ndalimin e muzikës, zhurmave akustike, por që nuk e di sa zbatohet tashmë, me atë që ju thoni nuk është zbatuar, kështu që institucionet besoj kanë dëgjuar dhe të veprojnë. Jo, desha të di institucionet, nëse... Prandaj po them. Të cilët institucionet, të desha të di... Që të veni të ankoheni. Policinë e kam telefonuar, policinë. Po, edhe çfarë ju thot? Jo, ka letër. Si? E ka me letra? Është me licencë. Po, ka edhe disa ambiente që u lejohet, por edhe ato kanë rregullat të tjera që nuk i di fiks se cilat janë. Po, të paktën 5 orë gjumë natë duhet të lënë që të lënë shpitanë. Keni shumë të drejtë. Jo të drejtë, ka mund, për nuk e di se si duhet zgjidhet problemi, si duhet ta zgjidhen. Problemi duhet zgjidhur me regjësi. Si? Jo, absolutisht. Nga policia, nga Ministria e Brendshme, deri tek Ministria e Kulturës, ndoshta, të cilët duhet të reagojnë, nuk e di. Këto janë institucionet kryesore që duhet të zbatojnë ato rregulla. Njëra i ka vendosur, tjetra i zbaton, e tjerë. Ajo që është përcaktuar në bazë të rregullores është fakti që deri në orën 12 nuk lejohen muzika dhe zhurmat me volum të lartë, ndërkohë që pas orës 12 gjithçka duhet të jetë e qetë. Mirë, presim një tjetër telefonat.
Në rast të kundërt, gjopitet çdo subjekt. Gjithsesi ka edhe nga ato subjekte që janë me kontrata të veçanta, nuk e di fiks. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Desha të ngrej një dy probleme. Më thoni. Të parë një herë për protestën, Po. që është një protestë e mrekullueshme. Po. Është një protestë që duhej të bëhej më përpara, po s'prish punën edhe pse u bën çik vonë, nuk ka problem. Më mirë vonë se kur thon. Kur ajo është fjallë e urte po. Por është më bëhet qefi se janë gjithë të rinj. Janë gjithë të rinj. Dhe kjo është problemi që këta do ta zgjidhin. Dhe bravo i qoftë që qëndrojnë, kanë 3 muaj që qëndrojnë për ditë. Dhe i ndihmos Zoti, ta dje me vajza që janë aty që dalin për ditë, dhe po bëjnë një mrekulli për popullin shqiptar, për kombin shqiptar. To 3 parti që janë duhen zhdukur se është turp për moshën që kanë, që s'pa bëjnë asnjë gjë, vetëm kanë vjet popullin, kanë rënuar popullin. Plus asaja, kanë rënuar fëmijët e vegjël, pa lënë neve që jemi nga 50 vjeçare dhe që. Po fëmijët e vegjël shkolla. Po vritën fëmijët po marrin drogë shkollë. Për këta i qojnë nënat prindrit në shkollë që të marrin drogë, apo të marrin dituri. Prandaj kjo qeveri duhet të bjeri urgjentisht, vetë nuk bën dorëheqje. Harrojmë të gjëneve. Po do ta heqim zvarë, do ta heqim. E dyta, Po. për të bashkit që janë prishur. Unë kam mendimi për disa bashki Me bashkit që janë shkrirë, po. Që janë shkrirë. Për disa parti, për disa bashki janë plotësisht dakord që të shkrije. Se kanë vjedhur popullin fshatarët e vetë. Ja ka marrë tokën mua, për shembull, ja ka dhënë tjetri. Unë me dokumentat saka ja ka dhënë Hajdutit. Pra, për mua janë bërë shumë që janë shkrirë. Nuk janë të gjitha bashkit kështu ndoshta, e kupton? Po disa bashkia është lebria. Për shembull, te bashkia Maliqit, ai ishte kryetari i bashkisë Gzim Topçia, viste pronat e njerëzve të ligjshëm, ja u jepte Hajdutëve. Vetëm tokat bujqësore ja u ka dhënë të gjithë Hajdutëve, dhe ata Hajdut me marrin e mbjedhin me jonjë, e shesin jonjën dhe i marrin lekët për vete. Dhe sa pronari i ligjshëm, si të vërdarë në përgjigje. E kupton kush ka qenë Gzim Topçia? E kuptoj. Gzim Topçia kam denoncuar unë personalisht, që nga viti 20. Shkurti mirëzojnë se jemi në hapësirën publicitare që ta mbyllim. Po. Prandaja. E kam denoncuar në SPAK dhe nuk merr mas SPAK-u fare për falsifikimi që ka bërë Gzim Topçia, po e kam quar në Korçë tash. Në bashkinë e Korçës do ta e bërojnë. E kupton se ç'bëjtiqet aty e viret aty. Më mirë. Sa vajti Gzim Topçia, 23 vite? Po. Gzim Topçia ishte kryetari i bashkisë Maliqit, tash do ta çojë në Korçë. 7 mandate. Po pra, 7 mandate në Maliq apo jo? Po, 7 mandate. Po. Mandate dhe vetëm ka vjedhur e ka bërë pila aty në shtëpi të vetën unë Maliq nga e sheka ka ardhur unë Maliq edhe tashi e mbrojnë në bashkinë e Korçës brenda. Shiko se çfarë bëhet. Ai duhet futur në bukë se është me denoncime nga ana ime. Nga viti 20, çdo vit deri vit 25, 2 herë kam denoncime. E qartë, faleminderit zonjë, jemi në hapësirën publicitare, më vjen keq shumë. Faleminderit shumë që e ngritët edhe shqetësimin e shkërirjes së bashkive. Shkojmë në hapësirën publicitare në këtë moment. Kemi startuar kështu pra pjesën e tretë me numrat e telefonit që janë afishuar tashmë në ekranin tuaj. Ora është 9:01 minutë. E premte 21 gusht jemi së bashku edhe ditën e sotme në ndrejtimin e këtij emisioni. Mirëmëngjesi telefonata. Po, mirëmëngjesi. Po. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Të preseta ti bëhen me pa bën këta rrugaçat e bulevardit që dalin e Gervallën në për bulevard, me pa bën kur Sali Berisha ka shkatruar Shqipërinë, ka vrarë, ka vill. Dakor. Për interes aty, nuk e ka shkatruar Edi Rama. Në rregull. Sali Berisha një Edi Rama, ata. Kam një pyetje o zonjë. Porno. Po juve që zgjoheni dhe merreni me Sali Berishën dhe me Edi Ramën, ku ju ndihmon? Ne në ndihmon se jena me të vërtetën, ne flasim atë të vërtetën. vërtetën. Të vërtet, po pse duhet të harxhosh kohën tënde duke u marrë me 2 persona, të cilët vetëm për veten e tyre kanë qenë.
Po, Ne kam mërzit të dale të pol ata rrugaqet e bulevardit e rrugaqet. Se janë rrugaqet ata të bulevardit? Jo, nuk jam absolutisht dakord dhe sigurisht që unë uroj shumë që ju të jeni mirë në familjen tuaj dhe të keni një ditë të mbar, por që kjo s'do thotë që unë të jem dakord me mendimin tuaj. Faleminderit që telefonuat. Mirëmëngjesi. Në 2 numrat e telefonit, po si ka mundësi me politikë më që orat 8 e mëngjesit. Po pse më merre atë filxhanin e kafes, dil në balkon, në bança ku je, ku diun. Me bashkëshortin, me fëmijët, konsumoje, fol një bisedë që të intereson për familjen tënde, çdo me politikën që në pikë mëngjesit më qafsh. Mirëmëngjesi. Mirë. Siglino bir. Jemi gdhi mirë, faleminderit Zotit edhe sot. A mundet flasim? Po, patjetër. Kam 15 vite që kam bërë ato letra për legalizimit. Po, 15 vite? 15 vite o birë. Po? Edhe ka një 3-4 muaj që ka ardha i kodi që është në proces legalizimi. Sa vënon o birë? Nga momenti që keni marrë përgjigjen? Po, se di me thënë drejt. Po, nuk e di. I keni dorëzuar të gjitha dokumentet? Gjitha. Është rregull dosja. Shumë mirë. Shumë ka thënë Klodi, edhe këtu e kam në telefon. A pra, i ka Klodi dokumentet, ka apliku Klodi, si? Po më ka arë përgjigja mu, që është në proces legalizimi. Po mirë, shumë mirë, kjo është një gjë e mirë. Mirë të dhënë Zoti. Kjo është një gjë pozitive që juve vetëm duhet të prisni tashmë në proces legalizimi, se si do të shkojnë procedura, gjithsesi meqense Klodi është në brendësi të situatës tuaj, nga e hëna e në vijim, mund ta pyesni drejt për drejt, ose meqense keni edhe numrin e telefonit, pyete sa pret nga ky moment. Në rregull. Trujt Zoti. Të jeni mirë. Zoti ju dhënë shëndet. Mirëmëngjesi, një tjetër telefonat. Mirëmëngjes edhe juve, zotëri. Uroj një ditë të mbar. Ditë të mbar edhe për ju. Po dëgjoj shumë njerëz aty. Për protestën. Jo, lere protesta le të vazhdojë, ka punë vetë. Po dëgjoj që Klodi, në dan Klodi Skënderbe, po ju çfarë jeni ju tjera, çfarë hani, ju jeni 100 herë më të mira, si ti dhe Sonila. Jo, shiko. Po çfarë jo, pse ulni veten ju? Jo, po pse më ulin veten, absolutisht, dëgjoj zotëri, shiko, Klodi ka vite në ndërtimin e emisionit dhe sigurisht më dëgjoni pak. Ka vite në ndërtimin e emisionit dhe ka të gjitha kontaktet me institucionet, duke qenë se është në kontakt me institucionet, duke qenë se është në kontakt të përditshëm me ju, sigurisht që emisioni i atribuohet Klodit dhe të gjitha ato që ka bërë për të gjithë qytetarët, sigurisht që i ka ai meritat. Ne e zëvendësojmë për ai sa mundemi në ato ditë që ai bën pushime, një javë Sonila dhe një javë unë, kështu që sigurisht Klodi ka meritën e tij. Kjo nuk do të thotë që unë apo Sonila jemi më pak të mira, sigurisht që ne jemi të mira. U tregova një çik kështu. Mirë, gjithsesi, faleminderit për telefonatën tuaj. Mirëpresim një tjetër telefonat në këtë momente. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. I flas nga Kavaja. Mirëmëngjes Kavaja. Kina një problem të nga Kavaj. Kina i park i thonë që vetëm park nuk është. është një pislik në gjallë i papamën. Ka gjarprin që nuk ka atyre. Do dhe ferës, do dhe gjenësh, nuk kujdeset asë një për të park. Sigur bashkia të vejë punëtorë. Bashkia duhet të kujdeset e para, po? Nuk e di me, nuk shkoj me shokët aty. Po është një të merë i vërtet. Se që bëhat unë Kavaj, kemi ditën Rogozhinë me dhe shokët, ke parku Rogozhinës, ishte model ishte kje të rishe. Këtu ve neve, futikjon nuk e di se që punë në bashkjeve. Bëni njëherë një ankesë. Par ne në bimi gjëzetar të shofim, është një pislik i papamë. E qartë. Bëni njëherë një ankesë të drejtoria e pastrimit në bashkjeve. Ka një cirk aty për Kalamajt, që luj Kalamajt, aty më njerë të e dalin gjithë pislikit. Gjithë pislikit njerë dalin jashtë aty. Nuk rrien nga era keqe. Në qartë.
është një të merë i vërtetë, njëve ku të gjoni nga kam pështru si njerës fare, ata nuk nga kam fëtë kërë po. Ata temët nuk lage një herë. Nuk shohim i gjotë që shohim për shemë nga përqej shpirti. Jo, herë. Në qo se ke mundësi, ta verifikoni, është bo 4 urë. Ja ta bisedojmë me redaksin Ora News dhe bisedojmë të futëm, ka vaj atë parë ka, nuk ka gjotë tjetër më, atë ka vetë. Qartë. Faleminderit zotri, faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirëmëngjesi. Zonja gazetare. Po. Ma mbyllë shpejt për nese s'ke s'fajti shumë. Jo, nuk ja mbylla, po. Nuk ja mbylla, po ndoshta u keq kuptuam sepse në momentin që po ju sqaroja. Mirë, mbarovi, s'ka, faleminderit shumë, faleminderit gjithë. Kam një kërkesë nga Pogradeci. Me thoni Pogradeci. Kemi një Sat Duro, një plak 85 vjet. 80. 85. Po. Gruan e ka të smuame. Po. I kanë faturur muajin e kaluar 175.000 lekë që ai vetëm të kishte vaditur fushën e Starovës. Edhe nuk ka mundësi, me pension 160.000 lekë që merren 100.000 lekë e shoqja, ata blejnë 400.000 lekë në muaj ilaçe. Jo, po nuk ka pse të ketë mundësi ai nëse si ka konsumuar, që do të thotë nëse 150. Që ato të thonë dalin sa të lutëm mere numit të taj avlaj dhe mere telefon si aro të lutëm. Në regull, po, ma jepni. Vetëm mere se Sonila e mori 2 numri dhe nuk e mori, të lutëm. Më vjen keq, unë i mbaj shënim të gjitha dhe sigurisht që nuk i mbaj kot. 069 më vjen keq. Po. 069 po. 25 po. 66 237 e Sat Duro, Pogradec, po luet me to të lutëm. E Sat Duro? Po, Pogradec. Po. Dhe është në ditë të tallit, të lutëm. Po. Falenderoj shumë, punë të mbarë. Ditë të mbarë edhe për ju. Ditë maroni emisionin, mere, të lutëm, mere, vetëm mere. Në rregull, falenderit, ditë të mbarë. Mirë, ka edhe njerëz të mirë të cilët duan të ndihmojnë komshit, duan të ndihmojnë ata të cilët bashkëjetojnë çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, gjë pozitive, sepse brezat e rinj duket sikurse e kanë humbur pak këtë jetesën në komunitet, por tek brezat e tretë duket sikurse vazhdon dhe është absolutisht një gjë shumë pozitive. Më vjen mirë që zotëria telefonoi për çiftin e të moshuarve nga Pogradeci, të cilët u ka ardhur një faturë e ujit të fryrë. I kanë konsumuar apo si kanë konsumuar 150 në mos gaboj 1000 lekë, nuk janë pak për një çift të moshuar i 85 dhe 70 e ca vjeç sa ishte bashkëshortja e tij. Edhe pse nga ujësjellësisht thënë që i keni në sahat, nëse kanë qenë fatura të prapambetura apo jo, kjo duhet parë, duhet sqaruar. Apo është faturuar afrofe. Ende nuk e dim këtë gjë, gjithsesi ju telefononi në 2 numrat e telefonit që keni në ekranin tuaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po zonjë, uli zërin e televizorit, lutem. Cili stacion jeni me? Kë telefonuat ju? Ju kë telefonuat? Ora Newsi. Ora Newsi jemi. Në rregull. Dëgjova një zëzon atje që ndalin atje janë kështu, të tërë një klejtë. Të lutem, një sekund, se s'po arrit t'ju dëgjoj fare. No, dëgjova një zonë që dalin ata njerëzit në bulevard atje, ata dalin nga e keqja të shkanë. Po, pra po, e qartë, po. Nuk dalin atje se zonja do t'a qëtë të rezidu. Dika sabu një zëtë të tëra. Edhe në të ka gjë, ajo që vaj vetën, flakun e këtë hashtie, mos me në politikat, e zna bërë politikën edhe.
Nuk e ullet zërin e televizorit dhe për mua është shumë e vështirë t'ju dëgjoj. Një zonja. Shiko punë, da shiko, ku nuk del nga Iraki, del nga kejta se sa ti. Nuk e kuptova fare zonjën sepse ka ngritur zërin e televizorit dhe më dëgjon nga televizori, uleni zërin e televizorit, dëgjoni gjithmonë nga aparati i telefonit. Është e pamundur t'ju dëgjoj, diçka në protestën ishte duke thënë zonja, po se çfarë ishte duke thënë për protestën, nëse ishte mirë apo keq që protestoni, nuk kuptova asgjë. Me presim të tjerë telefonues. 8:12 minuta. E mërkura ka qenë rekord telefonata nga qyteti i Fierit, si asnjëherë tjetër. E kam drejtuar edhe herë tjera këtë emision, por që e mërkura mbante rekord. Ta mbaj mend 19 gushtin. Telefonuesit nga qyteti i Fierit ishin me radhë. Mirë mëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes në tre. Mund të flasim pak? Patjetër, jeni duke folur ndërkohë. Unë jam qytetar nga Tirana. Po. Edhe më bëni përshtypje nga fëmijëve të kombinatit. Si mori policia të fëmijë me fika, me shigjet, me shanë. A filloj mose, a filloj gjaje, që është një burim që ato fëmijë prapë do vetën aty. Nëse më se, që në fëmijë më prindrit e aty në fëmijëve, me i këshilu në komisariat, edhe fëmijë, po i lësho fëmijë direkt atje, edhe nëse më se, po ato fëmijë të bënë burim i krymit. Atëherë, që të sqarohemi, jeni duke folur për ndalimin e një sherrri mes grupeve të konditorëve nga kombinati Ysberishti dhe në mos gaboj Alidemi. Po, më vjen përshtypje, i merr fëmia ato policia fëmijët, i marr 2-3 orë në komisariat, i lësho, thot detyrim paraqitje, ajo në 17 vjeç, duhet thirrët prindi. Po patjetër që besoj është thirrur prindi. Po ja, kja dëtim të shmikar, unë edhe ti, që ato fëmijë prapë të bëjnë atë veprim. Sepse në rrjetet sociale që konfliktohen njëri me tjetër dhe dalin fitrimat e Alibabës. E qartë, se është dhe mosha dhe patjetër që duhet kenë kujdes. Po shumë kujdes, atë një burim i këtij krymi që vjen gjithmonë në rritje. Në rregull, Gjagji? Keni shumë të drejtë, ju mbështes në çdo fjalë. Përshëndes. Faleminderit shumë. Mi presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Nadia Mirë. Nadia Mirë, Shkodra. Rriti molli zoti herty e stafin tam. Faleminderit. Se kam për interes, po kam qef me të shërë, ata që do me të shërë. Realiteti. Këte e kemi vënë re. Këta kesh pjartë, pasha zotë. E mojta dikur i koll për dorët, me ta kalëzë historitë. Po. Dhimshme që kam kjo, që t'i lem hapësire dhe telefonuesve të tjerë. Po. E tjeta të urdhët gjelulit në bish lorit e honi Milen Mushkoja. Ta mysin edhe ninin edhe kollin. Pashat mollin zët e kanë po kollin e petit dumës vjolin, edhe vishin me gjuro, sa këta uhej si atë të kaqorri, si kishum kaqorri në kollbe, vishin e greget qenë. Më shtëshin lëtë. Para kli, kërë qysh 4 vjeç moja kollit. Ati me i paroj misë, shprin ka fjetë 5 ushtari në qëtë qodër. Për dënim. Me i paroj misë, shprin, jo me hori Milen Mushkoja, me e promet soft të ura gjelulit. Si ka punu tonë Shkodra për dhe. Kja rëzikuj, shtonë sa qatë boni, mërë. Shtonë sa qatë boni. Shtonë sa, hajtë se njini. Po, mytën kulturën, e loni ta që jonë sëtë, që është katru në komplet. Tolla shinsa s'kan mbledh me i lidhë shinsa, i ta që janë sëtë fuqie, to i di do që i pashka të mollin zëtë tolla shinsa, shinsteke që del tollë në kërëor, e kan mbledh me a fut shins, e i fuqin magazinjere dhe ushtris, e spitale i fuqin në burg.
Se, u Prishtinisa për dritit, edhe këta shesin naftën në Macedoni që ngile naftë për dritit, këtu së bëna si 24 orë. Që shka dush? Ashtë e sa. Këta tha me plët bindje, me plët shpirë, të mankojnë fëmija, babë, s'una mushim, këto tha do të me mush më tonë, se nuk ban kja këto. Pa shko për shej vadit Macedonis, pa shko për shej kanal vadit, si e prishin të bojnë urët e vogla, e vejnë shpatla në për kanal vadit, pa shko për shko. Shko, se e pagun, ton jetë në ati që e sabëton, ton jetë dhe jetës, pa shatë modhën zëti këtë të kështë kjartë, se i kam fëmina tjetë jetu, se janë të martu më atje. Unë ka stanë thëmë nuk e kam qef, atë që asashtë me e posë. Ata e ditë se dhe me ra breshen, qojnë raplonet e gjujnë me dinamit, për me shkaj breshin dhe me ra uj. A shepro? Ku e në në? Ne na mysin më shkojët baktit, na mysin më shkojët, ne i lidhëm këllë drukë, bolë dhe dikush. Ka bisnesin e vetë, maj motër. Në ka bisnesin e vetë. E drejtë, zotri, e drejtë. Në regull, unë ju falenderoj shumë që telefonuat edhe ditën e sotme. Ju uroj një ditë mbar, ju dhe të gjithë qytetarëve të Shkodrës. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit, ju përshëndeset. Përshëndes protestuesit. Marr shkas nga një zonjë që ta janë ngritur dhe bëjnë zhurmë kot ata protestuesit. Ata bëjnë zhurmë të drejtë. Ka 1 milion arsye shqiptarët që të ngrihen me protestë. Jemi shumë të vonuar. Problemi është shumë i madh në Shqipëri. Duke filluar që nga pensionistët që indiferenca këtij shteti s'do t'ja di fare, më tepër pensionistët po ndjejnë injorimin dhe poshtrimin nga ky shtet. Fillo pasaj me pronarët. Janë me qindra me mia pronarë që delgjen dyreve të gjykatave, duke u tallë gjyqtarët, duke u tallë me avokate, me gjithë nga mëngjesit deri në darkës. Kam 36 vjet që merrem me procese gjyqësore dhe përfundimisht s'ka marrë puna la. Shohim që ky shtet do t'ja di fare. Bie një shit 2 orë dhe përmbytet gjithë Shqipëria dhe nuk do t'ja di fare se i bëhet dëm kapitali, malli, biznesi, do t'ja di fare ky shtet. Kemi kjarën tërmeti ka 7 vjetë ala je erzitur në rastin për punë e banesave. Tjetra, shohim që i kam vënë zjarri në Shqipëri cep. Ore nuk shoh Serbi zjarrun fare. Nuk ka zjarr fare si thaj zotëria, një kanal nuk mund ta prisësh dot në shtetet fqinje, se të marrin do varin. Kurse këtu është një lloj rumpalle, këtu është një lloj shkatërimi që s'do t'ja dim fare. I krijojnë probleme qytetarëve që vetëm tapin procese gjyqësore. Këtu po të bëhen statistika, ju si gazetar, të shkoni në përdyret e gjykatave, është të merr. Dhe këto probleme gjyqësore krijohen thjesht vetëm nga administrata e shtetit. Janë vetëm të qëllimshme. Janë të qëllimshme që ti lodhin, ti torturojnë shqiptarët dhe ti largojnë që këtej. Prandaj kjo qeveri duhet largohet. Duhet ketë mosbindje civile. Kjo qeveri s'do t'ja di fare. Ky popull ka vite që përtet onoret dhe këto nuk do t'atojnë, po e mbajnë pushtetit me dhunë. Kjo është dhunë që bëhet. Nuk respektohet qytetari, nuk respektohet fjalanir, nuk respektohet prona, nuk respektohet pensionisti. Tu ka marrë full çdo gjë. Dhe ai më rrin kryet pushtetit. Shet tokat e shqiptarëve, nuk e di kujt ja u shet më. Serbëve, grekëve, izraelitëve, nuk e di tash. Nuk e di se si ka shtetet e tjera, shkon mbi tokat e Serbi, edhe shkon atje në Izrael, në tokë. Keni shumë të drejtë. Mund të bëj një kontratë, ka institucione, nuk është kryeministri e kishte të gjëra. Këto kisha faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit shumë për të gjitha shqetësimet që i ngritet me të drejtë. Ju falenderoj për telefonatën, ju uroj një ditë të mbar. Mi presim një tjetër telefonat përpara se të shkojmë ndoshta në hapësirën publicitare. Mirëmëngjesi. Uli zërin e televizorit që të më dëgjosh nga telefoni. Halo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Amila. Mirëmëngjes, Lilia. Ma dhe dije do marrësh numrin e telefonit tim. Si? Edhe një herë të lutem? Të mora dije dhe më kërkove numrin e telefonit. Po. Do ta marrësh. Po më kujtoj edhe një herë kush jeni, sepse këtu jeni që nuk mbanit mend numrin. Fajret toko.
Po. Që kishit problem me pronën? Po, dakord. Që keni fituar gjyqin dhe nuk keni përgjigje për certifikate tjerë? Urdhë? Që keni fituar gjyqin dhe nuk keni përgjigje për, nuk keni certifikat? Po, për tokën, po. Po, se i kam bajtë shënim. Më thoni numrin. 06 9 4 7 Po? 9 0 Po? 8 0 7 7 e fundit, a? Po, në rregull. Në rregull, zonjë. Falenderit. Përgjigjen kur ka marrë përgjigjen? Nga e hëna e mbas. E mirë. Në rregull. Faleminderit. Ditë mbar. Do mirë ju telefon apo të marrun? Si të doni juve, nëse keni menditim merrni juve. Kaloni mirë. Mirë presim një tjetër telefonat në dy numrat e telefonit që janë afishuar tashmë në ekranin tuaj, në 068 60 54 639 dhe 068 99 00 Janë këto dy numrat e telefonit, ku ju mund të telefononi, ashtu sikur se çdo ditë në fakt telefononi në emisionin Ora Juaj. Dhe ju jam falenderuese që nuk më keni lënë vetëm nga e hëna deri më sot. Kam kaluar çdo ditë 1-2 orësh shumë intensiv, të bukur dhe ndryshe nga rutina e përditshme. Kështu që nëse kemi një tjetër telefonat përpara hapësirës publicitare, ta mirëpresim. Nëse jo, avash pastaj shkojmë në publicitet dhe me kismet pas hapësirës publicitare. Kemi ende kohë, po mirë, presim edhe pak. Mos harroni, keni dhe Instagramin e kolegut Klodi Karaj, ku mundi shkruani aty privatisht, por një pjesë e mirë e juaja ka edhe numrin privat të Klodit, numrin e telefonit, pra flas për numrin e telefonit. Keni parasysh që në Instagram her pas here kujtoheni, sepse disa mesazhe dhe i kalon, ndërsa në telefon ndoshta e ka më të kollajt ju kthej përgjigje. Shkojmë në hapësirën publicitare, rikthehemi në pjesën e 4 dhe të fundit të emisionit. Mirë, jemi rikthyer në emisionin Ora Juaj pas hapësirës publicitare në pjesën e 4 dhe të fundit për ditën e sotme, por po ashtu edhe emisioni i fundit për mua. Pasi pas nesër jemi pushime, nga e hëna nisni me Klodin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe ju zonjë. Faleminderit. Kam marrë partije për punën e pensionit për asistencën, që më shpërtet që do flasim nesër. Për dije, po dije s'mora tote. Çfarë më keni thënë partije tani që të kujtoj? Për asistencën që me shpër me qenë që mora pensionin, me shpër edhe asistenca. E më thatë që do të kthej përgjigje. Më thash që do ju kthej unë? Po. Okej. Tani unë se mbaj mend rastin tuaj, po përpiqem ta gjej këtu të shënimet. Po. Ju doni të merrni asistencën, apo si, se s'më kujtohet tani si rast. Shiko, unë e mirë më përpara, po tani që mora pensionin edhe ma pren. Dhe të tjerë vetë nuk u e shpër e marrin, e pensionin e ma asistencën. Unë s'kam i thonë asaj që të kem njëri tjetër. Unë jam vetëm. E qartë. Po duhet ta merrni. Po s'ma japin, pa. Nuk ma japin ato të bashkisë.
në prill unë vajta se më thanë që hajde firmos. Vajta firmosa se firmosën në krye 3 muaj. Për çfarë do firmosje? Për çfarë do firmosje ti? Për të marrë asistencë. Për ta marrë. Po. Pastaj nuk ma dhanë sa që ti dole pension edhe nuk të takon ta marrësh. Por shoqet e mia thanë që se ti, se ne e marrim, me pension jemi dhe marrim. Edhe unë s'kam njeri për shembull tjetër djalë qup që të më punonjë dhe mos ta marrë. Unë jam vetëm. Pra, ju po flisni për ndihmën ekonomike nga bashkia, apo jo? Po. Do më thënë, nëse ju merrni të ndihmë ekonomike për disa arsye që ju është miratuar dhe nga momenti që keni dalë në pension, ata ja u kanë hequr me arsyetimin se nuk e përfitoni se jeni në pension, ky nuk është argument. Ja, vetëm në kjo. Flisni për 34.000 lekshin, në mos gaboj. Jo, mija 50 e 7.000. 50, nejse, në varësi të kushteve që keni dalë. Po. Duhet ta merrni. Duhet ta marrim, Po ku të shkojnë unë, ato nuk të presin me gjanë atje. Aty do shkoni sërish ku keni shkuar? Te bashkia? Po. Edhe tek Instituti I Sigurimeve, po te bashkia fillimisht. Po. Te sigurimet shoqërore? Po, ISSH-ja. Po. Shumë faleminderit. Ditë mbar edhe për juve. E si vjen kjo ditë së rrëllatën nga një institucion në tjetrin? Për të marrë atë ndihmë ekonomike që ju është caktuar. Gjithsesi, mirëpresim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Flasim nga Bashkia Prenjas. Po, Bashkia Prenjas. Po, nga bashkia e gazetarit ton të njohur Klodian Karaj. Përshëndesim edhe Klodin me atë se vetë. Po, patjetër i në një televizor i mrekullueshëm. Unë jam një pensioniste, dhe dua të shpreh një diçka që kemi ne të përpara se ta shprehni atë shqetësimin tuaj, tani tregoni të vërtetën, meqense I hapët letrat. Po. Ju ka ardhur Klodi, ju ka përshëndetur sepse kaq ditë që është pushim, besoj duhet ju ketë ardhur aty. Po, me patjetër e kemi djalin ton të mrekullueshëm që na del çdo ditë dhe ju mos e lavdëroni aq shumë tani. Jo, dhe ju e një gazetare mrekullueshme. Tani me që ju kapën në linjë, unë kam të te si pensioniste. Po. Jo unë, si pensioniste, po dhe shumë të rinj, të reja, të gjithë, pa dallim, nuk hyjmë asaj pune, pa dallim partije. Me shkrirjen e bashkisë tonë, nuk kemi dakord fare. Sepse bashkia e Prenjasit është ndër bashkitë më të pasura. Kemi minirat, kemi fushat, që I kemi fushat në vend të vinë në firma dhe të ndërtojnë një osera, gjera, ata ruajnë të na shkrinë. Bashkia jonë sidomos krenohemi me Rajcën, me valltarët e Rajcës, pse të na iki identiteti I bashkisë. Për këtë nderuar gazetare, të kap aty më parë në linjë se sa Klodi, sepse Klodin e kemi pushime. Jo, bëtë shumë mirë, po kështu është. Dhe të vinë në shtator, më I busqeshur se të qeshtë. Po jo në shtator, që është kjo në shtator, do vi të hënën? Po shumë mirë, po neve... Në shtator më datën një e themi zyrtarisht ndërruar. Që faleminderit shumë e bëra këtë në emër të gjithë të qytetarëve sepse vazhdimisht janë ngritur për protestë dhe kanë shqetësimin më të madh. Ja unë si pensioniste tashi
dua të vete në librash të marrë një diçka se na duhet, do marrë pensionin e bashkëshortit, duhet të vete të marrë një autorizim atje. Tashi mosha sa po vjen dhe po bie. Që e bera këtë në Euronewsit të na dëgjohet zëri. Bashkia Prenjas është bashkia më e pasur. Ju falenderoj shumë. Jeni një zonjë me shumë pozitivitet, me shumë humor. Ju falenderoj pa mas që telefonuat me këtë energjinë tuaj. Faleminderit edhe një herë, ju uroj një ditë mbar ju dhe të gjithë moshës së tretë në Bashkinë e Prenjasit. Me presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Jam një punojës e policisë së Buzhë. Po na kanë pasur se do të japim lekë të ushqimeve. Po nuk na i kanë dhënë fare. Duhet ja u japin me aq sa unë di, domethënë. Po kur tash na po presin tash disa ditë po presin se po na i japin e nuk na i kanë dhënë. Është për të gjithë apo Po për të gjithë. Jo, e di që është për të gjithë dieta, por e kanë fjalën nuk e kanë marrë të gjithë? Nuk e kena marrë të gjithë. Në qartë. Atë policia shtetit, të tjerë të marrin, ne nuk e marrim. E qartë. Ja, do interesohemi, po besoj vënohet pak ndoshta sipas procedurave të tyre edhe tash 2 vjet po na thojnë do të japim, po ne nuk na i kanë dhënë. Edhe e dyta, kishim një tjetër, do të kena indeks rrogash tash në shtator, ajo. A për këtë nuk jam e sigurt. Duhet të pyes edhe t'ju them. Okej, faleminderit. Në rregull, t'ja kaloni mirë. Mirë, me presim një tjetër telefonat. Në 2 numrat e telefonit që janë të afishuar në ekran tashmë. Në ekranin tuaj kemi edhe 10 minuta kohë. Zero 68 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Nga Qarku Elbasani, nga Belshi. Po Belshi. Tani. Po. Gjitha këto që dhe ju keni një emision social. Po t'ja ardhë shërbim qytetarët. Po. Është një gjë shumë e denjtë për të marrë me probleme sociale duke parë parasysh që ka plot probleme sociale. Po ka plot. Dhe unë do të lasë pak këtu që më të vërtet shteti do të shërbej qytetarit. Këtu do të kundërta. Është detyra. Është e kundërta këtu. Këtu shtetarët bën padron, bën pronar. Kur marrin votën. Ja u lejojmë ne. Po. Po dhe se jemi vendi i rrallë botë, me mrekulli të jashtë të përshonës, dhe vendi me i vashur ne do të lejojmë dhe së përullim i paragrafit. Pa tjetë të përullim. Po nuk dhe e lejojmë vetë. Për shumë në qërë në Elbasanit shkërjen 3 bashki. Në asë një qarkë tjetër nuk dosë kjo. Në rinë gjërë kastër, po. Ka probleme së është popullësia, po. Për një të shkërjen bashkia atë besit, sorry, ku të e Prenjas. E betë që njerë që ëndëra e djetarit ma së një prashi që për kërë kështet, të ma bësh qytet të ri, ma bësh qytet të ri, ma bësh rëndër të ri,
Edhe këtë vend të ri, ta shesë shkollovarë në Elbasan, më shë pa pronuar për të. Sa e bukur. Por, e bukur edhe për Cerikun. Lindi një qytet agroindustrial pas lindi. Tani ka pas uzinën e përpunimit në naftës, ka pas dhe institutin e Dohanit. Tani asë një, asë tjetër. Asë nam, asë në sham, edhe Ceriku shko në Elbasan. Në qytetin, s'kam pa. Po në fakt, është qyteti s'kam pa. Nuk është s'kam pa. Ose edhe për plenjasin, foli zonja për plenjasin. Po, plenjasi e meriton, se plenjasi vjen nga fjalla prua. Pra prua plenjasi. Do vejnë lumë, do vejnë ke librazbi, ose po të duhet vejnë në qenë ke përgjëdisi. Pra, janë projës midis lumit dhe liqenit. Po të duhen përgjëdesi bukur. Një po dhe pa dunë, pa dëshim, identitetin e vetë. Pra, dhe mendimi kë është që pse të stjetë bashkit? Shke gjo prish? Ata të kemë budgetin e vetë, të administrojnë qytetarin e vetë, një njëzit të të rëkrasin, atje ku votojnë. Për cilët të mirë të këqinjë, si të gjithë jenë atat, ata janë. Gazetaria po mënit bon punë e vetë, ju bëri mirë që e sensibilizoni opinionin publik qytetar, po gazetaria në mirë të problemet. E i qonë në të zyra. Se ata pishebejnë të tajës. Ju falenderoj dhe oj punë. Ju falenderoj edhe unë. Dhe të kësa zotëria fliste më kujtua, po me urën shpatën gjanëm. Mirë presim një tjetër telefonat, pra po me bashkit shpatën. Mirë presim një tjetër telefonat, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Po. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Jam një zonjë nga Tirana. Po, zonjë. Jam 70 vjeçe. 100 të bëheni. Dhe jam invalide. Po. Dhe kam një pagesë ke elektriku, ke dritat. Po. Ule zëri në televizor. Gjithmonë 10.000 lekë atë marrveshjen për borxhin që i kam qeverisë. Çfarë borxhi keni qeverisë? Tashi ma kam bërë 60.000 lekë çdo muaj. Unë nuk paguaj dot 60.000 lekë. Unë paguaj edhe drita që djeg, po jo atë marrveshjen. Vajta ke drejtori dhe sa ne jemi për bizneset e ndrejtë. Vajta ke kujdesin dhe klientit këshu e ka lënë drejtori. Po 170 marë. Mu më shkojnë 60 edhe 30-40 mund të hargjoj, më shkojnë gati 100.000 lekë. E që do hajun, ku mund të kujdesen për këtë gjë? A ty duhet të kujdeseni, të kërkoni me ngulm? Urda? Te kujdesin ndaj klientit duhet të shkoni dhe të kërkoni me ngulm, që do të thotë të shkoni po pra po. Me zvatës që jam dhe smur, kam talu që në po, se jam me smur e kam shku, edhe nuk më kanë zhjith problem. Unë nuk i kam pagujt, so unë nuk pagujt 60.000 lekë, që sa do marë. E qartë, ju kuptoj qartë. Pra juve, qëfar borgji i kishit shtetit? Që në kohën ku ka qenë sala, që s'pagunim gjithë më ato, edhe unë si invalide, se janë invalide, kam kalu paralist, janë dhe në fiqë të gjaku, si për ta që truit, ma lam 10.000 lekë në muje, 10.000 lekë të vjetra. Kur shkoj të pagujta, sa është bërë aktive, se s'dita tema, është bërë aktive 60.000 lekë, 60.000 lekë të shi, edhe ato që të dikë, që do hajën, 170.000 lekë ma. E ku mund të marrë këtë përgjigje? Unë përse dhe stopin, fillojnë ato të dalë. Po mendova se do më zhidhi në problem juve. Jo, si ta kesh ti më kollaj? Jo më kollaj, si të më zhidhe puna. E për prandaj po të them. Më jep njerë një numër telefoni. Do numër telefoni? E mban mend? Po, ja ta japun. Po. Ja ta japun të shi. 069
53 53 83 83, po? 68 778. Ky është numri im. Po, emri juaj? Emri juaj? Sybe Dervishi. Edhe njëherë emrin, se mbi emrin e dëgjova. Po. Sybe Dervishi. Po. Ma shprej sa shqit më... Ja, do ju sqarojmë, do shohim se çfarë mund të bëjmë. Do ju sqarojmë. Ju në vetvete sqaruar jeni, po çfarë mund të bëjmë? Po kur mund t'ju marrën juve? Nga e marta e mbas. Në rregull. Ju uroj ditë mbar. Mirëmëngjesi, telefonata e fundit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Vesha jam banor i Tiranës. Po. I shqetësim kishim. Më thoni. Nuk e di bashkia për shembull me këto në rrugica, me këto makinat që rrinë vend e pa vend. As ambulancat syn, as zjarr fikset. Nuk e di. Duhet të ketë plan rregullues, duhet të ketë ndërhyrje të bashkisë për të mos i lejuar këto automjete, po pra, për të mos i lejuar automjetet që të bllokojnë rrugët. Duhet të ketë edhe sensibilizim nga ana e qytetarëve, sepse ai mendon unë po e le makinën këtu sepse s'më gjen gjë, por pa e llogaritur se çfarë mund ta gjej komshion disa metra mandej. Kështu që jo shumë larg se të jetë me metra është 200 metra. Vi ambulanca, sy zjarr fiksja, du me morë diçka sy, as makinat, as... E qartë, bashkia dhe me thonë si funksionon. Funksionon që... Makinat mund të ketë çdo njeri, po një fut në barë, një ta lejë si duhet. Prandaj po të them, përveç se duhet të ketë plan rregullues për parkimin e automjeteve që nuk e kemi, kjo është një gjë shumë e largët. Duhet të ketë ndërgjegjësim nga qytetarëve që të mos bllokojnë rrugicat e lagjeve, duhet të ketë edhe më pas denoncimet tuaja nëse shkojmë deri këtu, që shpresoj të mos shkojmë, por që denoncimi duhet bërë që në mënyrë që bashkia bashkiake të vi dhe të bëjë të mundur zhbllokimin e rrugëve në lagje, aty ku është bllokuar për shkak të parkimit nga ana e qytetarëve. Kështu funksionon zakonisht, duke denoncuar se ndryshe me ndërgjegjësim nuk bëhet. Kemi ardhur në fund të emisionit Ora Juaj edhe për ditën e sotme dhe për mua ka qenë kënaqësi që për një javë rresht të drejtoj këtë emision, të mirëpres telefonatat tuaja, të dëgjoj hallat tuaja, por në fakt ashtu sikurse mund të keni marrë një përgjigje nga ana ime edhe unë kam marrë shumë pozitivitet nga ana juaj. Faleminderit që keni qëndruar me ne. Vijoni të qëndroni jo vetëm në emisionin Ora Juaj, por edhe me Ora News.